kemi organizime në vende të ndryshme pune, se ndonjëherë ndodh që dhe këto nuk reklamohen aq shumë. Ka fitore të vogla që sindikatët mund të bëjnë ndërmarrje, ka protesta që mund të bëhen, ka gjëra që fitohen, dhe ndofta këto do të ishte shumë më mirë, prandaj doja të merr edhe një opinion tuaj që këto do të dokumentohen, sepse në një farë mënyrë vite më vonë do të kërkohet një lloj historiku edhe për këto vite, se çfarë kanë bërë sindikatët, ore thjesht kanë dalë siç po dalin në një podcast apo kanë dalë sepse qëllimi dhe i këtij podcasti ka qenë që të informojë dhe këto gjëra që ne flasim të mbeten. Një nga gjërat që ne themi në histori ose na pëlqen në studiusëve të themi është që e mësojmë për mos të përsëritur. Në fakt nuk ndodh asnjëherë kështu. Sepse ne sigurisht i flasim edhe kritikojmë të kaluarën, por historia tregon që nuk ndikohet nga këto gjëra. Kështu që është rast ideal ky. Por ne për fat kemi një përvojë edhe vendet e lindjes, jo vetëm ne, por flasim për veten tonë, që është e veçantë në pikpamjen të sindikalizmit, se ne e provuam se çdo të thotë një sindikat tjetër ka kapur nga politika. Pra një sindikat e cila mos të ketë dot gojë të flasë në të gjitha dimensionet e lirisë saj. Dhe unë nëse do shikoja këto 34 vite, pavarësia e sindikatave është shumë e rëndësishme. E rëndësishme dhe unë do isha shumë kritik në vitet e para të ardhes demokracisë ndaj sindikatës apo sindikatave në tërësinë e tyre. Kalimi nga bashkimet profesionale në sindikata kishin mundësinë që të zhvilloheshin më mirë. Pra aty mundësia e këtyre sindikatave, po përsëri është një rrjedhim sepse ishte një sindikat pagoj në kuptimin edhe jo më shumë, jo më të aftë se të tjerët për sa i përket asaj hapje që u bë, por në një dimension po ta shikosh, nëse këto sindikata do kishin qëndruar më fort ndaj disa dëmtimeve, prishjeve, shkatërimeve, mbylljes së shumë vendeve të punës edhe të themi fabrikave, uzinave, të cilat ndoshta do kishin qenë efikase, ishin në punë dhe mund të kishin vazhduar punën duke u zvendësuar teknologjinë e asaj pjesë që ishte e vjetëruar në mënyrë graduale, duke punuar e duke fituar sikurse ndodhi në vende të tjera. Ne nuk ram nga qielli edhe si një përvojë e tillë. Gjithë linja kaloi një gjë.